me bodu që kumbla. Edhe shka tash? A po do në përgjigje, a qka? Po përgjigje. A qubre ku shtrimullu që aty nga dalit, që halin që të më të ra? Jo të gëna neve dhe shtetave, pse do më hanë po munosh me bondi demagogji, me lëbu, për diçka që nuk ka të përbashkë kur gjo. S'po munona unë me lëbu, sa po munosh Po shumë, me le të kjo është parti liberale gjatë. Kuptojë këtë qatë, një herë për gjithmonë. Mirë balë. Ta kishë qarë. S'po munona unë me prish pun, me ndreq pun, sa po munosh ti me prish pun. Unë me prish pun nuk nga gojnë o gash aty ashtë mume. I ka strukturat e veta, ata bojnë qka dojnë. Ata me të vetën, na me tonën halin. Po me tonë na jemi këtu me po analizë, jo me po koalicione. Kuptojë ti këtë qatë. Atë pun ishte duke e bërë, urdhra. Vazhdo. O shumë themelore, i kanë dalimet LDK-ja dhe PDK-ja, qysh e ceku edhe kryeministri, janë evidente, s'ka pas nevoj me na e përkujtu, po ja që na ka përkujtu zoti Kurti, dalimet që i ka LDK-ja dhe vetëvendosja. Janë dalime konceptuale dhe parime, jo vetëm për qeverisjen, po edhe për botkuptimin e politik bërjesit të tillë, po edhe brenda këtyne dalimeve që kanë pas e matë mëdhaja, janë kalu ato hendeqet pajtimit. Prandaj, kur orientimi i votuesve në këtë rast, është për një qeverisje dhe për ndalje nga ngërshin, nga blokada, edhe ma kiamet edhe ma zik ka pos oponencë, edhe ka pos qysh edhe u vërtetu, kur ka hi LDK-ja me PDK-n. Po shife që ka oponencë edhe të lëvizjes vetëvendosje, të votuesve të lëvizjes vetëvendosje, ndaj PDK-s. Pra ndaj, realja edhe e prishmja, edhe ma e prafërtja, edhe ta themi atë sa mundet ma natyralja, LVV, LDK. Edhe pse e ke preferuar... A jo me fatmjëllime na, po t'je liftu me fatmjëllime në qove na, po para njove. Jo, Gashi e ka preferuar koalicionin e madhë. Jo në kam thot me PDK-n. Me PDK-n e ka. Na? Me PDK, po shumë kemi që... Fidone ka preferu. Për Gashin sonde njeva. Studio me PDK. Mas jemi të koalicionit dhe të bëhet i madhi. Po, Pranvera... Si do të reagon të guxoja e cila e ka bërthamen e LDK-s që është brenda lëvizjeve vetëvendosje në një situatë me kur diskutohet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, nga opinioni juaj. Lista guxo, ma mirë me thonë, lista guxo dhe alternativa, unë s'shoh aty fort shumë dalim. Jo alternativa, guxo. Ata faktikisht janë ma tepër ka njëherë lajnë atë përshtypje që janë ma tepër ata vetëvendosje sa vetëvendosja. Po e kanë një subjektivitet ata. E kanë, po... Edhe i kanë 7 deputet mos harro. Po 7 deputet, po ata kur nuk ishin zgjedh deputet, as ishin bo kur, mos me qenë që kjo lëvizja vetëvendosje. Edhe duhen me qenë shumë bilim edhe herën e parë, që ju kanë ndihmu edhe herën e dytë. Herën e parë aty ndihmoi edhe zonja Osmani. E vërtet është. Që mos ta harrojmë atë element. Po, e vërtet është. Për këtë arsye që zonja Osmani nganjëherë kur edhe flitet se mundet më kthy LDK, më duket anomalia më e madhe. Një person i cili tash është presidente me tan respektin për të, e ka shkatruar komplet Lidhjen Demokratike edhe i ka dhënë një goditje qashtë madhe, me u kthy përsëri aty, atëherë s'po jetë